Nëse flasim për pastrimin e mëlçisë, çfarë duhet konsumojmë? Vezë. Vezë në duhet. Numri 1. Pse vezë? Tashi, pastruesi më i madh në organizmin ton është një aminoacid që quhet glutathion. Dhe glutationi përbehet nga 3 aminoacide. Që është lusina, methionina dhe glicina. Dy të parat janë të produktit shtazor. Lëri një histori me gjimaç gomari e me tjera. Veza njëherë ta dini është një qelizë në të cilën gjendet gjithçka nevojitet që të mbi, të lulëzoj, të zhvillohet një embrion. Do ta helmosh mëlçin, merr lang frutësh, e shkatërron mëlçin. Për shëndetin e veshkave. Po, e njëjta gjë. Për popullore, çfarë themi ne? Shiko tani që të kemi një shëndet vërtet cilësor, nuk bëjmë dot pa organet që bëjmë pastrimin e organizmit dhe veshka është një nga ato kryesoret. Dhe po thëshë për zemrën ti po veshka bën punë më të madhe. Veshka rregullon dhe pastaj depresionin e gjakut. Në mënyrë absolute sheqeri nuk duhet të ekzistojë fare. Do ta shkatërrosh veshkën me sheqer. Është idiocia ajo që thon që proteina dëmton veshkët, jo, nuk është. Tu lumin janë edhe frutat? Sheqeri frutave, fruktozë, sheqerin e bardhë që të kuptohemi është 50% glukozë, 50% fruktozë. Ajo që bën të keqe atë të bardhën e bën fruktoza. Për të regeneruar veshkat, për të prodhuar ato qelizat e reja, cilësore, ka nevojë proteinë, nuk ka nevojë sheqer. Dalim një moment tek shëndeti i zemrës. Çfarë duhet konsumojmë? Kush është energjia për këto mitokondria? Acidet yndyrore. Ku janë acidet yndyrore? Peshk, vezë, mish.